Është zhvilluar në ambientet e prefekturës së Qarkut Vlorë takimi i parë i organit këshillimor pranë prefektit të Qarkut. Në fjalën e saj, prefektja e Qarkut të Vlorës Evisa Lushi konfirmon se në këtë mbledhje të parë kanë marrë pjesë drejtues institucionesh, intelektual dhe kontribues ndërviten nga shoqëria civile, ku së bashku janë ndarë ide, mendime dhe këshilla me fokus dy tematika, turizmin dhe mjedisin. Duke qenë në prag të sezonit turistik, ky takim sipas Allushit kishte për qëllim marrjen e masave dhe forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional. Të gjithë ata përfaqësues të pranishëm ditën e sotme kanë dhënë ide, mendime, këshilla lidhur me dy pikat kyçe të cilat ne menduam të trajtojmë në këtë mbledhje të parë, turizmi dhe mjedisi. Duke qenë sepse jemi në prag të sezonit turistik për të treja bashkitë turistike në Qarkun e Vlorës. Nga kjo mbledhje e parë, ne kemi marrë një sër këshillash të vyera prej gjitha këtyre personaliteteve të qytetit të Vlorës, ku së bashku me stafin e prefekturës do t'i integrojmë në planet tona të punës në mënyrë që të jemi sa më bashkëpunues, jo vetëm institucionalisht, por me të gjithë ato personalitete që kanë kontribuar në jetën social, kulturore, ekonomike, infrastrukturore e më gjerë të qytetit të Vlorës. Kreu i operatorëve turistik të Jugut Vasil Bedinaj në fjalën e tij thotë se të gjithë së bashku duhet të kemi ide të qarta se çfarë duhet bërë në vitin 2026. Bedinaj thekson se me 1 maj, në të mirë të turizmit, institucionet duhet kenë një agjendë të qartë se si do të veprojnë gjatë sezonit veror. Sipas tij, punimet dhe projektet e ndryshme në qytet duhet të ndalen gjatë kësaj periudhe. Ai shton se duhet i përgjigjemi fluksit të turistëve, i cili ka nisur që në mars me një rritje prej 13% dhe pritet të vijojë gjatë majit dhe sezonit veror. Ne në 1 maj duhet i kemi përfunduar dhe të kemi një agjendë se si do të shërbejmë në muajt e sezonit turistik. Punimet në infrastrukturë duhet përfundojnë në këtë datë. Punimet në ujësjellës duhet përfundojnë në këtë datë. Punimet përveç emergjencave, defekteve që mund të ndodhin spontanisht, është tjetër gjë, por punët me program, pra duhet të vendosim ne kur jemi gati ta fillojmë sezonin turistik si qytetar. Ju duhet të keni një informacion që nëse sot në Vlorë kemi 100 turistë, 99 janë të huaj. Këta turistët e prillit e të majit janë turistët që janë më të mirë se ata të sezonit verës. Pra janë turistët kulturor dhe janë ata që udhtojnë jo një herë në vit, por udhtojnë edhe 5 herë në vit. Disa nga institucionet mendojnë që sezoni turistik fillon në korrik. Ka kaluar ajo periudhë. Nuk është më korriku, po është 1 maj, prilli, marsi, prilli. Ju si drejtues e këtij bordi duhet në bashkëpunim me të gjitha institucionet, të pastrimit, të ujësjellësit, të rrugët, të infrastruktura, transporti urban, të gjithë themi në datën 1 maj apo 15 kur do që ta vendosni juve, ne duhet jemi vetëm në shërbim të turistit, jo në shërbim të defekteve apo të punëve publike që ka nisur dikur dhe kur do mbarojnë. Çfarë turizmi do flasim, çfarë punë të mira do bëjmë kur ne vazhdojmë në prill, kur do mbarojë ujësjellësi dhe mbas ujësjellësit kur do shtrojmë këto rrugët që janë bërë, i themi në vlonjat të çarçaf. Puna në turizëm është zinxhir. Ju si drejtues e këtij bordi duhet na paraqisni një plan të qartë, patjetër me ndihmën e gjithë secilit nga ne, themi që kjo është data që përfundon kjo punë, kjo është data që përfundon kjo punë dhe jemi të gjithë të angazhuar. Në rast se do të ecim me trendin dhe do t'i shikojmë gjërat pak më tutje, ky ishte edhe momenti që ne duhet ishim më mirë për shkak të konfliktit që është në lindjen e mesme. Duhet të kishim përfituar qoftë edhe 2% nga kjo gjë. Po në moment që ne si operator turistik bëjmë marketing për një qytet, japim oferta, bëjmë rialokime, gjitha për të thithur të paktën 1 apo 2% të atij turizmi që kishte linjën e mesme për destinacion, ne jemi të tërhequr ku ta çojmë. Gjemon pompa në katin e 8 merr ujë nga pishina për furnizuar hotelin. Një histori, një tmerr gangren për gjithë ne si qytetarë atë parë, pastaj se biznes nuk u mbaruan ndonjëherë ky problemi i ujësjellësit. Nga i voglitemi i madhi është operator turistik, ka një shërbim të caktuar. Pra ne duhem të dimë ku e fillojmë sezonin turistik. Mos të flasim pastaj transport urban, Beturina, jemi data 22 sot dhe nuk janë mbyllur çështja e plazhit akoma. Vitin e kaluar kemi pasur një sezon fantastik për sa i përket rendit sigurisë, trafikut dhe gjitha, patjetër që qytetet turistike, jo Vlora, po kudo që të vesh në gjitha vendet e botës ka trafik në muajt e pikut. Thjesht eliminojmë pak ato uniformat në pikat ku hyn turisti.
Intelektual të Vlorës, ish zyrtar të qytetit dhe kontribues ndër vite në fusha dhe profesione të ndryshme kanë dhënë ide dhe këshilla, por dhe kanë evidentuar problematikat që duhet të zgjidhen. Sipas tyre, fokusi duhet të jetë në disa drejtime, duke nisur nga pastrimi i qytetit, furnizimi me ujë të pishëm, garantimi i cilësisë së ushqimit, menaxhimi i qenëve ndacak, parkime në qytet si dhe menaxhimi dhe pastërtia në plazhe, por edhe organizimi i aktiviteteve. Do të propozoja që si ky bord mund të ketë një bord arkitektësh dhe artistësh. Po të numërosh sa pika ka për të parë në qytetin ton, janë vetëm pikat që ka bërë natyra. Turistët që vinë të mësojnë çka ka qenë Vlora. Vlora nuk ka toponim, nuk ka memorie, nuk ka fare. Vjen turisti dhe ikën, nuk shikojnë atje. Po këtu në Vlorë kanë ndodhur gjëra të mëdha. Tu kanë ardhur mbretër dhe perandor, kanë shkelur që nga Qezari, që nga Princ Viti, ka ardhur në Vlorë Princ Viti në 14-ën. Edhe e duan njerëzit ta mësojnë. Tu mendohet të kalur ashtanjë. Në rast parë, ndërmarrja e sjellës kanalizimeve për mbylljen e gjithë punimeve që ka hapur se po bën lidhje në të gjitha rrugët e qytetit të Vlorës, për vendosjen e gjithë rrugëve, pjesë përbërëse e këtij programi dhe sintezat e 4 bashkive që kanë dalje në det që punojnë me Bregdetin. Duhet të ketë një plan që gjithë qyteti të ketë të mbushet me lule. Ka shumë vende që pemët janë tharë si janë bjellë. Rivitalizimi i disa objekteve që kemi, apo godinave që kemi. Më shduke e çuditshme gjithkohës ku zona muzeale e Muradies u vlerësua dhe u financua nga Fondi Amerikan i Zhvillimit dhe aty u la vetëm ndërtesa e muzeut tonë etnografik, që është nga godinat më unikale në jo vetëm qytet, por në gjithë Shqipërinë. Rektoria e Universitetit të Vlorës Ismail Qemali Aurela Saliaj thekson se duhet të kryhet diversifikimi i ofertës turistike. Sipas saj, edhe të rinj duhet të kenë mundësi të japin kontributin e tyre në fusha dhe aktivitetet ndryshme në qytet. Saliaj vendos theksin integrimi një pakete të plot ku institucionet duhet të shpalosin vlerat që ka Vlora në çdo stin, duke filluar nga atraksionet turistike te monumentet e kulturës dhe sitet arkeologjike. Diversifikimi i ofertës turistike në Vlorë. Çfarë ofron për turistët Vlora, ndërkohë që ka shumë potenciale se çfarë mund të ofrojë. Aktualisht ofron kulinarin, detin dhe diçka nga jeta e natës, besoj tek argëtimi. Ndërkohë që neve kemi shumë resurse, kemi shumë histori. Territori i Vlorës, aq histori sa ka territori i Vlorës nuk ka asnjë pëllum vendi tjetër në gjithë Shqipërinë. Dhe është një histori të cilën jo vetëm duhet ta reklamojmë dhe duhet t'u përcjellim brezave të rinj që po vinë, por duhet ta përdorim edhe si aset turistik, sepse është jashtëzakonisht shumë interesante, nëse tregohet në mënyrën e duhur edhe për të huajt që vinë dhe vizitojnë për Shqipërinë. Kemi pika arkeologjike pafund që janë të njohura, po edhe shumë edhe pak të njohura, do të kemi shumë që janë pak të njohura dhe akoma më shumë që janë pak të kuruara. Nën kryetaria e Bashkisë së Vlorës, Irena Toshkallari sqaron gjatë takimit se ka nisur puna për ndërtimin e disa parkimeve në qytet. Sipas saj ka kaluar edhe vendimi për strehimin e kafshëve. Toshkallari shton se do të ketë dëgjesa publike për menaxhimin e mbetjeve urbane, ndërsa po përgatitet plani për kapsulimin e fushës së mbetjeve. Ajo thekson gjithashtu se për të parë është gati një aplikacion që do të tregojë të gjitha resurset e qytetit. Bashkia e ka hartuar planin e masave të saj. Për sa i përket menaxhimit të mbetjeve, do të realizohet shpërthirrja publike për dëgjesë publike për oraret në të cilat do të përcaktohen për menaxhimin e mbetjeve dhe hedhjen e mbetjeve si nga bizneset edhe nga qytetarët. Bashkia për herë të parë po përcakton 4 sheshe që do të jenë vend parkime me një kapacitet diku tek 1000 vend parkime të dedikuara për qytetarët, për vend parkimet me pagesë në 4 sheshe të ndryshme, duke filluar tek shkolla e Marinës, tek sheshi pas Lungomares, pranë stadiumit dhe njëkohësisht në plazhin e vjetër. Për herë të parë njëkohësisht kemi ndërtuar një aplikacion i cili do të krijojë mundësi vizitorëve që të gjejnë jo vetëm pikat turistike, por këtu do të integrojmë dhe idenë e profesorit Agim Mahamataj për të vendosur dhe toponimet për kace, për të identifikuar ato vende të cilat kanë memorie historike për qytetin dhe janë të rëndësishme për qytetarët. Në këtë takim ishin të pranishëm përfaqësues institucionesh dhe intelektual nga qyteti Vlorës, ndërsa pritet që takimet e ngjashme të zhvillohen në vijim në 7 bashkitë e qarkut.